Kërkesa jonë jetë që institucionet e vendit të reflektojnë na të mundsojnë biznesit një pasë të tranzicionit, as ma shumë, as ma pak se sa e kanë pas bizneset në vendit të rajonit dhe më gjërë. Kështu që kërkojmë që të reflektojnë, nëse nuk do të ketë reflektim, ne do të vazhdojmë, Këshilli protestu do të takohet, do të shohim për hapa tjetër që nëse nuk do të ketë reflektim, protestat do të shkojnë duke u radikalizuar. Arsyeja ka qenë për shkak defender që është ushtrime defender që duke u zhvilluar në Kosovë. Dhe ne kemi thonë që kjo është vetëm së dita e parë e protestës. Mirë po nuk kupton kjo që në tarmë nuk do të blokohet. Na i vështirëson punën shumë. Kjo shtrejtimi i rrymë si pap i tepërt, kisha me thonë, na krijon vështirësi normal në krijimin e kushteve të punës, në përgjithësi në funksionimin e kompanisë. Jem kanë detyruar me rritë edhe çmimin e bllokut, mirë po me këtë shtrejtim të energjisë prap duhet na do të me vepru diçka që me mujt me mbulu shpenzimet e energjisë. Kem shpenzimet larta të energjisë, edhe na pengon shumë një rritje çka që madhe e energjisë elektrike. Na shpresojmë që të paktën përmes tyre protestave që po i organizon oda ekonomike që na po i bashkohemi me dëshirën edhe vullnetin më të madh, me mujt me shty këtë proces për një fazë më të. Këtë kompanitë që janë ndodhur këtu, këtë janë me humbje. Këtë janë me humbje. Asnjë s'ka ndodhur me fitim këtu. Këtë janë humbje. Punëtorët i kanë pa punë, po na largojnë gjithat. Zezat po na bëhen. Nëse të ta rrisin, do të bëhem kretë me gazetarë, me këtë popullin, do të marrim ka një bombë në drejtën qeveri. Edhe tjetër sen s'ka me to, se mi morë këtë popullin me dalë me ikë në Evropë. Tjetër sen s'ka me tjetër sen.